flasim për të njëjtën çështje në fakt që e ndoqëm pak më herët në materialin për mbledhës që lidhet me detajet shumë të rëndësishme të publikuara mbrëmjen e djeshme nga emisioni investigativ Plug dhe detaje, video, informacione, prova që japin shumë çka, jo vetëm për marrëdhënie mes Romi Jefet dhe kryeministit Rama, por edhe me çështjen e mashtrimit lidhur me paditë kështu me radhë. Për gjitha këto do të flasim tani me kolegun Julian Hoxha, autori i emisionit Plug. Përshëndetje, mirë se vjen Juli. Mirë, Marmela, faleminderit ju. E nisim me njërë nga 4 paditë e regjistruara. Sigurisht që ti do duhej që të nisi edhe me një informacion të përgjithshëm lidhur me rëndësinë e këtij investigimi, sa të rëndësishme janë këto detajet publikuara dhe kalojmë pastaj te 4 paditë. Spari do të them që ky është në vimësi të një investigimi që ne kemi bërë pak javë më parë. E vërtet. Të publikuar në emisionin, transmetuar në emisionin Plug, sigurisht që investigimi i emisionit pasqyron apo tregon anën tjetër të qeverisjes së Edi Ramës. Se si ky njeri, pasi në një farë mënyrë ka koncesionuar Shqipërinë te një grup njerëzish që lart e poshtë flitet që janë njerëz të lidhur drejt për drejt me Edi Ramën apo përdoren nga Edi Rama për qëllime nga më ndryshme, po sidomos për qëllime elektorale, por pse jo edhe për qëllime financiare, cilën unë nuk mund ta them me siguri, por sigurisht ka dhe fjalë të tilla. Dhe nga ana tjetër, sot Edi Rama është gjithashtu njeriu që po përdor edhe njerëz apo sipërmarrës të huaj, të cilët vinë në Shqipëri shumë shpejt, bëhen me pasaportë shqiptare, dhe pastaj i shohim që të katapultohen apo të injektohen në ekonominë shqiptare nëpërmjet formave të ndryshme të biznesit. Romi Jefet është shembulli më klasik i kësaj marrëdhënie që u mundova ta shpjegoj me pak fjalë, se si një njeri të cilin unë nuk e di dhe nuk kam arritur ende dhe sot e kësaj dite ta kuptoj se për çfarë duhej miqësia e Edi Ramës. Sigurisht që unë kam një konsiderat, po themi personale, por kur them ta kuptoj ti mund ta në një deduksion, mund ta në një aludim, por patjetër, shiko, në kushtet normale kryeministri i një vendi patjetër mund të takoj, mund të ketë, po themi, marrëdhënie me një biznesmen, ta presin biznesmen të huaj, por normalisht mbetet në këtë lloj. Deri në momentin që nuk kalon një marrëdhënie ekskluzive me përfitime, kurse me Romi Jefet ne kemi arritur të zbulojmë se me ndikimin e drejt për drejt e Edi Ramës, me firmat e Edi Ramës, ky njeri sot është futur në atë që mund të quhet si një nga çështjet më delikate të një vendi, sigurisë kombëtare, që është pikërisht ushtria. E kemi sot partner, aksioner me kompaninë Kajo në disa kompani të tjera të krijuara pra me kompaninë shtetërore Kajo. Dhe në një farë mënyrë po shtihen në dorë industrinë e armatimeve në Shqipëri për prodhimin, importin apo eksportin e armatimeve. Pra, dhe ne kemi zbuluar në emisionin Plug, pra po flasim për emisionin e kaluar, pikërisht këtë raport. Në emisionin e mbrëmjes së djeshme kemi zbuluar atë që e rëndon pikërisht këtë situatë. Pra që këtë marrëdhënie, këtë lloj, po themi, karta bianca, që Edi Rama i ka dhënë Romi Jefet, disa kohë më parë, ne e shohim në një prizmë tjetër të një njeriu me shumë drejtije dhe drejtije të cilat lidhen pikërisht me ato skemat e famshme të mashtrimit dhe zhvatjes parave. Ka 4 padi. Janë të paktën 4 padi dokumente që ne i kemi siguruar, i kemi zbuluar. E para dhe me fundi normalisht është ajo e datës